Saranda është ndër më të goditurat nga moti i keq. Bilanci para prak flet për rreth 500 hektar tokë bujqësore, të cilat kanë mbetur në ujë, duke shkatëruar të mbjellat dhe duke dëmtuar rënd aktivitetin bujqësor. Në total raportohen 800 krerë bagëti të ngordhura, ndërsa disa fermer kanë mësuar humbje të rënda individuale. Ndërta është edhe Shkëlqim Caushaj, i cili ka humbur 40 krerë bagëti në fermën e tij. Uji ka hyrë me forcë brenda stallave, duke bllokuar kafshët dhe duke i marrë me vete të tjerat. Ja, gjendjen e shikoni, katastrofisht, s'ka bërë ndonjëherë vaki në këtu, kemi ne 30 vjet që rrim këtu. Përveç humbjeve në blegtori janë përmbytur dhe dëmtuar 15 magazina me misër, grur, elb dhe produkte të tjera bujqësore, çka ka shkatëruar bazën ushqimore të fermave dhe ka rënduar edhe më shumë situatën e fermerëve të zonës. Është 1.7 km agjinatur, nga cilat 150 metra rezultojnë të dëmtuara në të paktën 4 deri në 5 pika. Fermerët apelojnë për vlerësim urgjent të dëmeve, kompensim dhe masa të menjëhershme parandaluese, pasi situata rrezikon seriozisht vazhdimsinë e fermave të vogla dhe të mesme. Ata kërkojnë që institucionet të ndërhyjnë sa më shpejt për të ndihmuar në rikuperimin e zonës dhe për të shmangur një krizë më të thellë bujqësore dhe blegtorale.